Specialistët për hetimin e trafiqeve referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një shtetase braziliane 29 vjeçe për veprat penale trafikimi personave të rritur me qëllim shfrytëzim për prostitucion dhe shfrytëzimi i prostitucionit, pasi dyshohet se në një apartament në lagjen Lef Sallata shfrytëzonte për prostitucion dy shtetase braziliane, përkatësisht 34 dhe 30 vjeç. Këto dy shtetase u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale të prostitucionit. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vlorës ndaluan një 24 vjeçar, i cili ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata e shkallës së parë Vlore ka dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale vjedhja, referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasi 24 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një fast food në qytetin e Vlorës. Gjithashtu, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban arrestuan në flagrancë një 63 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se në automjetin që drejtonte në gjendje të dehur në rrugën Kosova ka përplasur një tjetër automjet. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet për gjitha këto ngjarje i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.